famës, ku ja ke pa sherrin famës dhe ku ja ke pa hajrin. Sepse epitetin frizer apo parukjer apo si theni kështu i vipave nuk është lehtë me bo. Të thëmë drejtën, unë personalisht e kom pas si andër tjetës me lonë shajan këtë punë, me lonë gjurëm këtë punë. Krejt ata që mirën me punë ta me dinë se në nivelin e një frizeri në Kosovë kom rritë, jo veç në Kosovë, për edhe në Shqipni e në Macedoni. Njerëzit e dinë që sot për sot nuk mënesh mu konë veç frizer. Sot për sot do të mu konë showman, sot për sot do të mu konë stilist, sot për sot do të mu konë njëri cili je model për të tjerët. Momentalisht e këna pru një nivel punën e parukjerve ose të frizerve që ose dosh me funksionu nivel high, ose dosh me lanë krejt. Nuk ka ma ekuilibër në Prishtinë. Ose funksionon që është dot, ose hicë krejt. Shë që në pishat tash e mas kam fillu edhe punën e frizerit, njerëzit me fillu me bo për shambull mja bo një biznes tafërt për shambull herë kliniken, që kom po shumë berbera këtu që kam fillu me hullumtu për me bo qatë gjo. Unë i përgëzoj krejt edhe ju thëmë krejtve që njeri sot jeton do të me kërku ma të mirën prej vetës vetë. Edhe jam i vetëmi njeri që punëtorve ja japi dorën. Asë një pikë gjelëzi nuk e kam da i kërkuj që punan. Qaj njeri që arrit me punu ma shumë se one personalisht, që ka disciplinë ma shumë se one personalisht, një japi dorën, thëmë që dora je ma i mirë. Mirë po që apo shë sot për sot, pasha zotin e madhë janë largë me mu. Janë largë se one punaj 7 dit javës. Punaj 30 dit e herë 31 dit të muje. Me tonë drejtën ka shumë kohë që s'kom shku në përpushime në përsene, për arsye se du mu konë transparent me pacientat dhe me klientat cilë të frekuentojnë objektin tonë. Edhe kur nalësh e menon e shet që rasi nuk ka kur gjëvre? Janë me mija kolegë që i ke në Kosovë, e në Shqiptari, po them. Po, të pak janë ata që bën pjesë e jetës publike. Për pasoj, ti që bësh pjesë e jetës publike, përbalësh me se cilin njeri që mund të komentoj një deklarat të ndën. Je ndjerë ndo njëherë se je gjyku pa arsye, a e shef vetën një farmyre si një loj përfaqësuesit atyre njerëzve që për pikë të fajt, pa pikë të fajt gjykohen? Unë e menoj që rizën e gjykoj njerëzit të cilët rrinë kamën mi kamë gjithë ditën e këqyrin televizore. Njerëz të cilët e akuzojnë babën e vetë pëse si ka lanë pasuni baba i vetë. Se u dasht mi ka tenari një profin dhe rumë që i thojnë babës vetë pëse nuk ma ke lanë qita ose pëse s'ma ke lanë qata. Do të mi gra vetë, do të me punu vetë